kërkojmë 1.100 euro pagë mesatare. Po ja vëlshoj me dëgju një mashtrim të opinionit publik. E dim që dhe paga mesatare në KEF është më e lartë apo ndërmarrje publike që ka në vend. S'bam për më rrejt publikisht është marrë. Shënjestër.net. Po ja vëlshoj me dëgju një mashtrim të opinionit publik nga kryeshefi i Kekut, fillimisht dëgjone, pastaj e vlerësojmë bashkë. Keku vazhdimisht ka pas një rritje të pagave çdo vit. Këtë vit e kemi pak më sfiduese, mirë po e dim që dhe paga mesatare në KEF është më e lartë apo ndërmarrje publike që ka në vend. Ne, Sindikata e Re e Korporatës Energjetike të Kosovës, e dim që paga bazë, mesatarja e pagës bazë është rreth 750 euro. Pra na nga këtu kërkojmë 1.100 euro pagë mesatare. Dhe nuk do të anashkalojmë asnjëherë deri në grevë. Kërkesën tjetër e kemi pas për pagën e 13. Kjo çape bën menaxhmenti dhe burdi Kekut, po duket, përveç se është të turpshme, po duket edhe për inat. Pse bre? Po këta punëtor janë të cilë të majnë prodhimin. Ne shpeshherë kena punu pa menaxhment fare. Edhe jemi të bindun që prodhimin e majnë edhe sot. Menaxhmenti i Kekut na ka rrejt që një vjet që kom ja rrit pagat. Marrë do të mjarë. Nuk e kem ndërmend mu frigu se 2-3 ditë e fundit kanë që zona në për njerëz dhe të punëtor të i frigu. Mos delni se ju shkujnë fletë paraqit dhe ju largujnë për i pune. Une ju apeloj krejt juve që ajeni këto. Aj inxhinier ose menaxher që ju ka kërsnu, ose ju mundum ju shantazhu. Lirisht adresa është e sindikata, ka mu ballafaqu me avokat edhe me gjykat. Ka më fos punë e sindikatëve të Kekut. Prandaj nga ky vend, ju bëjmë apel të reflektojnë që këtyre punëtorëve të mrekullueshëm që i dhanë dritë Kosovës, që rrisin pagat. Pagat janë të padinjitetshme, pagat janë të ulta, pagat e larta i ka vetëm menaxhmenti. Edhe njëherë, nga këtu i bëj apel bordit, ka shumë pak kohë me reflektu, derisa natë mos himin grevë. Kur të himin grevë, nuk do të ketë këthim brapa, do të ketë shkarkime dhe do të ketë fitore për klasën punëtore. Shënjestër.net